Po pse kjo frikë e madhe e sahabëve nga hipokrizia se mos janë hipokrit? Pse ishte kjo frikë edhe ky preokupim i zemrës kaq i madh? Sepse Allahu xhaleshanu ka fol shumë për këtë cilësi ose për këtë karakter të ulët, që ti je dy fytyrësh, tjetër hiqesh edhe tjetër je në të vërtetë. Tjetër shfaqesh midis njerëzve dhe tjetër je në të vërtetë. Gjë tjetër fshen zemër dhe tjetër shfaq të njerëzit, ndërkohë që Allahu xhaleshanu e din më së miri se çka ka robi në zemër. Nuk i fshihesh Zotit, po i fshihesh njerëzve. Do me përfitu në i diçka ose do me hy me zonë vend në radhët e besimtarëve për diçka. Dhe në momentin kur besimtarët shtohen edhe besimtarët fuqizohen, aty fillon delën pa edhe hipokrizia. Se kur janë besimtarët dobët, nuk ka nevojë me qenë hipokrit. Për çfarë duhet me qenë hipokrit? Vetëm Zoti na ruaj kur futesh që me bë dom midis muslimanëve, që mu infiltru midis tyre. Allahu na ruaj me qëllimin e keq dhe kjo është katastrofë. Kjo është katastrofë prap. Thot Allahu xhaleshanuhu: Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Pse i urren Allahu xhaleshanu kaq shumë ta? Sepse ata mendojnë se po gënjejnë dhe po ja hedhin Allahu xhaleshanu. Në fakt po ja hedhin vetëm vetes vet. Janë duke ja bërë të keqen vetes vet se Zoti nuk i shpëton asgjë. Gjithashtu thot Allahu xhaleshanu: Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ata në zemër kanë smundje, thot. Allahu xhaleshanu ja shton edhe më shumë smundjen e tyre, sepse nuk bëjnë as i përçapje për të ndryshuar, janë shumë kënaq me standardin dhe me nivelin e jetës që aplikojnë.